5 ose 6 rezoluta ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë që damkosin politizimin dhe përdorimin e kësaj drejtësie si armë. Ju do thoni që po prap nuk janë të dakord, nuk janë të gjithë të kësaj mendje, po gradualisht kjo do të zërë vendin e vetë, sepse e vërteta vonon, po e vërteta nuk harron. Dhe ata të cilët do njihen doradorës me këto dokumenta, do kenë të njëjtin mendim që ka Sali Berisha. Atëherë, në qoftë se mendoni që një jurist, një gjykatës, një prokuror mbron kriminalin, përdor ligjin për të mbrojtur kriminalin, ndryshon nga një qytetar që fsheh një kriminal, e keni gabim. Midis atij që fsheh një kriminal dhe këtij që mbron një kriminal këtu, më i lig është ky. Ky është njeriu i ligjit. Ky paguhet për të dënuar kriminalin. Ndaj dhe qëndroj pikërisht besoj dhe ky është një kontribut dhe mbështetje për drejtësinë. Jam i bindur se çdo gjykatës i ndershëm, i cili jeton me djersën e tij, i cili përpiqet të bëjë më të mirën për zbatimin e ligjit, turprohet jo një, po 100 herë nga Irena Gjoka. Jam i bindur se çdo prokuror i ndershëm që investohet për zbatimin e ligjit në betejë kundër krimit, turprohet nga Altin Troplini. Pra, unë ju ftoj ju këtë punë duhet ta bëni ju gazetar, po unë e bëj dhe për ju që është e vërteta, se ju mungon kurajo në shumë raste, po unë mirë kuptoj. Është Jo, më fali minut. Sa heri keni citua ju këto dokumenta që unë kam paraqitur para... Në secilin rast. Urdhë? Në secilin rast. Mirë, i keni, dakord, po sa herë janë bërë objekt studimi, objekt debati në studio televizive Altin Troplini me të gjitha këto që bën? A ka diskretim më të madh për figurën një prokurori se kjo që bën ky? A ka diskretim më të madh për figurën një gjykatëse se ajo që bën ajo? Pra, nuk është ajo që paraqet dokumenta që cenon sistemin, janë ata të cilët poshtrojnë sistemin, që kanë kryer krime dhe mbeten me çdo kusht në sistem. Dhe këtu kemi të bëjmë me një binom. E mori vetë për sipër, nuk ja dha shumë Troplinit. Jo, se jemi realist. Në qoftë se s'do të hapte hetimin paraprak. Çështja Gjoka ishte në tepër çështje e Ministrisë Drejtësisë, Prokurisë Përgjithshme dhe KLG-s. Kjo është vërtet. Po ky u vetofrue për të hapur hetimin paraprak, në një kohë që e bëri vetëm me qëllimin që ta nxjerrë jashtë afateve. E ke lexuar ti Klodiana se e ke ti dost e Toyota Yaris. Çfarë bënte Taulant Balla? Kujtohet ty. Taulant Balla me atë Daupin,